Dalin pamjet, Loredana shkoi në dasmën e gjestjet për hakmarrje. Edhe pse u kritikua për praninë e saj në dasmën e gjestjet dhe Eglit, Loredana ka vendosur të sqarojë publikisht arsyeën e këtij vendimi, duke thënë se donte të tregonte një anë të saj si Lori zemërbardh, teksa shkruaj ndër të tjera: Faleminderit nga zemra të gjithëve, faleminderit për qafim të ngrohtë mirënjohje familjes së Top Channel-it e të gjithë përjashtim, nga drejtuesit edhe të punojësit, të gjithë ata që kanë punuar natë ditë për ne, gjithmonë të palodhur e të duruar. Faleminderit atyre që besuan të unë ndryshe që më deshën me të gjithë ngjyrat e mia, ndoshta nuk ishte e zonja me fjalët, por thellë brenda shpirtit doja dhe dua të shpreh shumë. Dua të falenderoj të gjithë publikun ku jashtë gjeta mbështetjen më të madhe, shërimin e çdo loti, plot mesazhe, komente që më mbushën zemrën plot dhe më bën të hidhja pas edhe gjykimet që kisha ndaj vetes. Ky Big Brother mua më rriti, më bëri më të pjekur, më mësoi gjithçka që të jem mirënjohës ndaj çdo personi, gjithë rrjetet tim që kam pranë dhe gjithë atyre që besuan te unë dhe pa më njohur. Unë shkova në dasëm me para për të treguar Lorin zemërbardh, në etike, dhe e dyta çdo veprim ka një arsye brenda meje. Dua të më kuptoni, dua të vazhdoj të jem versioni më i mirë i vetes time, duke ju shtuar më shumë buzëqeshje në ditët tuaja, me shumë dashuri nga Lori, ka shkruar ajo. Por duket se Lori zemërbardh nuk ka qenë as zemërbardh mbi të gjitha. Së fundmi disa pamje nga dasma e Eglit dhe gjestit po bën xhiro në rrjetet, teksa po hedhin dyshime rreth qëllimit të vërtet të Loredanës në këtë dasëm. Në një video shihet Laerti, i cili e lag disa herë me shampanjë gjestin nga afër, madje edhe në fytyrë, e menjëherë pas kësaj Loredana i është afruar me të njëjtën qëllim, por ndërhyrja befasishme e ish banorit Shkelzeni ka ndaluar gjithçka, teksa alkooli ishte drejtuar me furi ndaj gjestit. Shkelzeni ka ndaluar me forcë Loredanën, duke mos e lejuar që ajo të vazhdojë më tej. Ky moment është komentuar gjithësisht pasi ngjan me një hakmarrje të heshtur ndaj gjestit pas sjelljes që ky i fundit kishte bërë të njëjtën gjë në dasmën e Loredanës dhe Jozit brenda shtëpisë. Kujtojmë se dhe Gerta Gexharja të kohë përjashtua me një zarf të zi pas një veprimi që u konsiderua si një akt i rëndë, edhe pse në rastin e Loredanës nuk mund të ketë një zarf të zi pasi ajo tashmë është eliminuar, veprimi i saj ka lënë një shije të hidhur tek flansat jashtë Big Brother.